përbës, por përbës a jarë për qef, a jarë për me votu. Kush më ka pru me zërë këtu? Pa jarë me votu, a... Po, i marë me votu, e. Apo thu që prej juve diasporve ja vlen me vendos për Kosovën tonë? Po, se vendosin nga për vetë një për Kosovën, për vetën se cilë vendos. Nuk më varet vota jonë vetëm pse vi për diasporës. A doket e mjaftueshme që aja që përna japin ka 100 euro në muj? Unë në fakt nuk jam për diasporës, ku marrë me prit dikon, por ka 100 euro mos e nxeni fjallin për bishti 100 euro. Ato, se cili shtetë që social i jepin ato. Apo doket që përna folliratin që të kohën e fundit ka 100 euro që me votu na për ta? Shqips, mas të ki gazetarë. A, fol shqip. Di unë shko folloret. Ani, po na shtin me zor, me bo diçka që na një herë në disa muj. Kush përsi me zorë? Na shtin me zor që ta politikana. Pse? Po pse? Votu kondushti. Kush përsi me zorë me votu kërkon? Po kush përsi me zorë? Pa hajtë tregom cile me zorë shkajtë e vroj. Cili politikanë më i mire? Kush? Për kanë jeni jo? Që ata që votojnë shumicën. Po ti kallëzëm kush janë që ata shumë? Që e merë shumicën më mirë jo. Po cili më i mirë? Që ata që thuti ka me vendos? Cili dhe koftë? Kush është taj? Haj. Me ne hamnin? Jo mëre, po dihet, botnisht dihet. Botnisht po dihet që kush fiton mbi 50% që i më miri. Kush e ka fitu 51? Po rreshët laka, kush ka vetu? Kush ka fitu? Ka fitu Albin Kurti me vetë vendosjen. Po qaki me pyet, mo. Ata. Do të mi respektu shumë Albin Kurti që ju pa harxhani pore për bileta. Shumicën do të me respektu, jo një njeri, shumicën.